Okej, tani do të na duhet të shkojmë prapë në fermë, sepse siç ju thash në nisje të programit, kanë thyer një mal me rregulla. Agai është shumë i mërzitur me ta, ju lutem mundsoni lidhjen. Qeshin tatu thash atë ma që kam gërbitur. Hyje! Atëherë, nuk e di nëse ju a thash edhe ju a thash pak publikut, është vërë re që gjatë tyre ditëve keni thyer një mal me rregulla. Agai është mërzitur, dhe edhe pse disa herë ju ka tërhequr vëmendjen, juve përsëri keni vazhduar. Ne do të shohim një klip me një përmbledhje të disa momenteve kur janë thyer rregullat dhe pastaj Moza e preferuara dhe kryefermerja, sepse ky është titulli që Moza do të ketë në vijim deri të premten, do të jesh kryefermere, Moza. Do të shkoj tek dhoma e Agajt dhe do të marrë komunikimin zyrtar që ka të bëjë me thyerjen e rregullave dhe masat që do të ndërmerren. Fillimisht shohim klipin. Zgjidh me kujdes, sepse janë shumë gojë për të ushqyer. Për marrë fasulin, tani mu i mamir diçka të ngrohtë, diçka të nxehtë. Edhe di që drezat janë shumë të mira ta me ta edhe rush. Fruta dhe fasule. Fruta dhe fasule. Ajde ju bëft mirë, fruta dhe fasule deri të hëna. Ju duhet konsumoni vetëm produktet që porositni nga buxheti dhe jo nga ekspozitorët e produkteve të sponsorave që janë në ferë. Po mos dini më zot, o zot i madh. Do t'ja tregoj nesër asaj, grosht e ti, ja, shive larin. Aj, grosht vet. Po marrin vezë për shpinë, po u rëzova, u bona gjithë vezë, i kam mush gjepa. Si thot, ecën si kur shken mbi vezë, unë i kam gjep. Bravo, bravo, Moza, të ri brënda me ty. Faj, ta provoj. Ta provoj mirë. Pave në nëzora? E fu dhe mrejnë. Tash se di është bo mirë, është bo keq, dhe mojnë vesh nesër. Tani? Po, tani. Duhet të marrësh një zarf, Moza. Ju lutem më mundsoni lidhje me firmën që ta orientoj. Po, Moza, ti duhet shkosh tek Agai të marrësh zarfin me komunikimin zyrtar në lidhje me thyerjen e rregullave. Siç e pat, fillimisht ju bëfshin mirë, se gjithsesi Ja paguaj mi, ja paguaj. E di që jeni knaqur duke ngrënë, duke firë këto ditë. Dhe me sa pash, vetëm fasule që s'keni ngrënë, do me thënë. Por, e keni parasysh, rregullat duhen respektuar, sepse nëse nuk respektohen, vinë me pasoja. Dhe do të shohim, do të zbulojmë tani nga kryefermerja juaj, se cilat do të jenë pasojat për ditët në vijim. Moza, ke një zarf aty nga Agai? Po. Të ftoj ta marrësh edhe të shkojmë tek pjesa tjetër e fermerëve, t'ju a lexojmë. Eja, Moza. Ja një sekund. Po vjen Moza tani me komunikimin zyrtar, të cilin ju lutem, dëgjojeni me kujdes dhe respektojeni për të mirën tuaj, sepse unë ja ta thënë pak në fillim, ky Agai këtij viti është sa zemërgjër, aq edhe strikt kur vjen puna tek rregullat. Unë po e mirëpres Mozën për para jush që të lexoj komunikimin zyrtar të Agai. Dale. Ua. Fermë. Kështu fillon, fermë. Fermë, thot me dhe një pikë çuditje.
Gjatë ditëve të para të qëndrimit tuaj në ferm, Agaj, hello? Po, Ka konstatuar se janë shkelur disa nga rregullat e lojës, duke ndikuar drejt për së drejti në bashkëjetesën tuaj në fermë, por edhe në respektin ndaj publikut. Po kjo ç'ishte? Është vënë re se ju keni respektuar orarin e zgjimit. nuk e keni. Nuk keni, sorry, nuk keni respektuar. Disa prej jush kanë neglizhuar gongun. U kujtoja se ishte për boksaj. Gongun, nuk janë përfshirë në punët e ditës me kafshët dhe të mbjellat. Kur është të kërkuar të qëndroni në një ambient të izoluar, disa prej jush kanë dalë duke... Jo, shumë e çuditshme kjo, nuk e dija që ka ndodhur kjo. Pra, dale se unë barjeshtin, disa prej jush kanë dalë duke mos respektuar fare urdhrin e Agaj. Për këto arsye, Agaj ka vendosur në buxhetin tuaj javor, ua prap me fasule ky. Ua, vetëm fasule thot. O zotri, a e diti që është fasulja? Se mos kujton që është... Mos kujtojsh bo. Ju do të konsumoni vetëm fasule. Ua, dhe asnjë produkt tjetër ushqimor. Ja. Dëgjoj. A mund ta vazhdoj vetë këtë fasuleve? Mund t'i gatuani. Moza, atëherë, ti je në këtë rast në shtëpi Zëri Agaj, ti je kryefermerja dhe ti lexove komunikimin për të gjithë miqtë Po tu. më kam fituar një çmim dhe mund të kërkoj ushqime për shokët e miun. Kam përshtypjen, Po? Arbana, po, Moza, dëgjoj, urdhëro, Arbana, urdhëro. duhet kuptuar diçka, se ti mbrojtë femrat, po burrat po s'hongron. Iku, nga çdo anë, kështu që patën për burrat duhet mendoni diçka, se mirë me gratë kemi shtyrë gjithë jetën me fasule. Dëgjoj, besoj që është e rëndësishme një herë të fillojmë të respektojmë rregullat dhe Pastaj pastaj burrat. të shohim nëse këta Agajin do ta marrin me të mira për na dhënë mundësinë që të konsumojmë diçka tjetër veç fasuleve, se e sigurt që duke u sjell mirë, pastaj do t'ja prishim mendjen, si thua. Shiko si po lutem burrat? Qa thon? E di pse them të lutem, se unë për shembull nuk kam thyrë rregulla. Po problemi është që është marrë vendimi për të gjithë, do E të thënë kuptoj. ky është Ky është risku kur jeton me Shiko, komunitet do ne të marrësh kemi risku. salqiqa aty për 3 vjet po deshëm. e di. Moza për shembull është personi i fundit që mund të flas për thyrje rregulla. Por e kemi kryefermëtare, kështu që do ta durojmë. E pesi tha, keni dalë kur duhet të ishit izoluar, për kë është kjo tha se ti farë. Shumë të diqme e kjo. Shumë e çuditshme ai momenti, Moza. Po në fundit brenda fermos jemi Po gjithmonë. brenda fermos, po ky Agaj është i poshtër. Të lutem shumë. Ja, më shpëtojnë, nuk e di çfarë kam sot, më shpëtojnë gjëra. E ki Dëgjoj. kujdes. Do kem kujdes, po. Dëgjoj, Moza. Po. Atëherë, tani ky nuk është vetëm misioni yt, kryefermeri. Ke edhe një mision tjetër që lidhet me eliminimin. Ua.